E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak Rogert Sterkaj. Rogert Sterkaj, një artist tashmë, do me thënë, i muzikës shqiptare, si që duket po manifeston jashtëzakonisht shumë suksesin e arritur me këngën Jalla Selin, një këngë që në fakt erdhi si sinonim ofendimi kundër drejt personazhit Selin. Të shumta ka qenë komentet negative që Rogerti ka marrur dhe si që duket Rogerti për këtë rrugtimin, për historinë që ndërtoi brenda shtëpisë së Big Brotherit, për këngën me Selin, ka përzgjedhur që të flet në një emision. Ne do ta shohim një intervistë të Rogertit në ditët në vazhdim, ku Rogerti për herë të parë do të çqierë atë maskën e tij që përdori në Big Brother dhe do të tregoj krejtësisht njeriu tjetër që e ka brenda vetes. Unë mendoj që Rogerti diti ta përdorën famën e tij, edhe pse nuk është në fakt një famë e dëshiruar, ne jemi kundër këtyre situatave që të përdoret një femër të etiketohet me fjalë të këtilla dhe më pas do me thënë të duar trokitet. Shqiptarët me patjetër që nuk e kanë mbështetur Rogertin në këtë rrugtim, nuk e kanë mbështetur Rogertin në këtë dinamik, por Rogerti si që duket po e manifeston suksesin e tij. Tani pyetja më e madhe e publikut është a do vazhdon Rogerti të sjellën projekte të tjera. Mendoj nga suksesi i parë në klikime që morën dhe nga kureshtja për të ndjekur Rogertin, për të zënë mbrëmje Rogerti që mund të nxjerrë dhe fitime personale, në fakt nga këto gjëra mund të fitoj dhe lek nga këto gjëra, mendoj që do vazhdon të sjellën projekte të tilla, projekte që do të krijojnë te publiku në fakt një lloj urrejtje edhe më të madhe, në qoftë se preken histori nga Big Brotheri. Por unë mendoj që kënga Jalla Selin, përpos që erdhi si një këngë e cila u pëlqye, u komentua jashtëzakonisht shumë nga publiku, erdhi edhe si një bombë kundër drejt Selinës dhe kundër drejt rrugtimit të Selin që Selin ka bërë në Big Brother. Mendoj që ajo lufta e madhe familjare që ndodhi e bëri Rogertin që ta bën këtë gjë ndoshta për t'i dhënë edhe një përgjigje, që nën kupton banorët nuk po marrin qetësinë jashtë, nuk po marrin atë lumturinë që duan ta marrin atë relaksimin të duhur. Do të thënë natet, mllefet vazhdojnë të jenë edhe jashtë. Kënga Jalla Selin ka arritur në full klikime, do me thënë po këndohet, po klikohet shumë, por edhe Rogerti në Instagramin e tij si që duket e shijon pafund këtë sukses që i dha kjo këngë.